Jo çdo injektim është bukuri, janë disa injektime që janë rrezik. Për këtë rrezik ne jemi mbledhur këtu, sepse kudo injektohet, çpohet, futet një lloj substance që as vetë nuk e din se çfarë përdorin dhe kjo çmenduria beauty tani ka çmendur të gjithë, duhet ta pranojmë, por profesionisti është gjithmonë riparuesi gabimeve. Ç'është ky muhabet tani? Si e pranoni këtë gjë ju? Ta krizu, krija krizë në studio. Rori, ti e di emisionin. Një sekund, kriza nuk ka filluar në 2026, kriza ka filluar rreth viteve 2005-2006, ku disa personazhe në Tiranë që vazhdojnë sot e kësaj dite injektojnë akoma silikon të lëngshëm. Silikon të lëngshëm? Ky që i vjesh e gjoksit më? Jo, gjoksi është silikon inkapsuluar, është një lloj substance, por po flasim për polimetil metakrilat, që është një substance lëngshme. Dhe i gënjen si kur i vën acid hialuronik ose botox? Janë gënyer nga fakti që në atë periudhë nuk kishte mjek që bënin beauty. E di ti Rori që silikon ka edhe elektricistim, kujtimi? Ka silikon. E ka shumë të mira ato, është kështu një tub i madh. I formulimi silikoni që feti. Gjithë plagat ai. Është kundër me silikonin që është. Se riparoni gabimet e këtyre, të lutem. Pse e bën akoma ti? Se ti mendon që ne e bëjmë me dashje ose jo, unë e di që ti se bën me dashje, po e bën nga ajo ndërgjegje që ke dhe betimi që ke bërë. Sigurisht. Po pse e bëni akoma? Sepse këto e dreqin, ju e ndriqni tani. është ku di unë që të bëjmë. Jemi në Hipokratit, këtu jemi në shërbim të njeriut, nuk jemi të hipokritë. Kush duhet ta rregullojë këtë gjë? Kush duhet ta rregullojë? Shteti. Qeveria. Rregulloj shteti më parë. Ama ha, tani po mbron shteti, po ti e ke shtetin ti. Po shteti i kapi këto çantaxhin para cakoshin, çoj prap. Nuk i kapi shteti. Pse kush i kapi? Po shteti më i kapi. Kush i kapi? Po mirë, me referim nga konkurenca. Unë e kam bërë emisionin këtu. Kam thënë dhe emrat e personave. Bashkë kemi qenë. Po, ja ka qenë doktoresha në studio. Më vjen shumë keq. Por gjithmonë profesionisti në studion tonë është zero. Më të mëdha për të zgjidhur. Jo, mesazhi që ne duhet japim këtu është që goca, do bëni të bukura ju, po kujdes çfarë fusni më. Se ajo agja, le që futet në 100 vene, tregoje më doktoreshën Tela, të lutem.